Përshëndetje, përshëndetje, dashur miq, jemi këtu me parashkrimin e datës 29. Data 29, si ditë e diel, që është dita e diellit, duket se kemi një aktivitet planetar, që do të thotë, Saturni në dashje formon një gjashkëndës me Plutonin në ujor, ku një kënd që na përgatit të përfaqësojmë ndryshimin e madh, ndryshimet e rëndësishme, dhe kjo bën pjesë e ditës, e karrierës, e ndryshimit të madh, dhe kjo do thotë asaj që ndryshimit të madh që do të kemi. Por disa gjëra janë mjaft pozitive dhe tepër ideale në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, lidhje edhe me vendimin të rëndësishëm që do të marrim. Çështje specifike që funksionojnë vetëm në mënyrë më të dobishme, që përfitojnë shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit. Shenjat e zjarrit që është dashi, luani, shijetari. Shenjat e ajrit, binjakët, ndikim më i madh peshorët dhe ujorët. Ka një ndikim fantastik, ka një ndikim që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi në atë çka bëhet dhe mundësi të arta që do kenë tani e tutje. Kjo do të thotë shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra arrihen. Por para se të fillojmë parashkrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së diel, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të dashur, kudo ndodhen në Shqipëri apo diasporë dhe jeni në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretariaja për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson në çdo lloj fushë. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria dhe aty mund të dërgoni të dhënat, emailin tuaj, sepse pa email s'ka kuptim. Vendosni emailin tuaj atje dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh në kohën që ne jemi live, në pyetje përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00 dhe pastaj kemi këtë butonin këtu, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për shenjën e dashit të duket se edhe si periudhë, por edhe si kohë, e keni mundësinë e mirë për sa i përket gjërave, për sa i përket mënyrës dhe mundësisë juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë tani e tutje. Dhe shikoni edhe vetë, do thoni me të vërtetë Jorgo ka drejt në këtë drejtim, duke pasur parasysh mënyrën se si vijnë gjërat dhe kohën e duhur për sa i përket punës, për sa i përket karrierës suaj, dhe duket se keni një mundësi mjaft të mirë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime, por në anën tjetër është një moment mjaft i mirë në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me disa takime që do të keni tani, janë takime të rëndësisë së veçantë, sepse koha tregon që juve jeni me fat në këtë aspekt, dhe jo se ka probleme ose ka diçka që nuk shkon që të shke me te, por mos u nxitoni në vendime që do të merrni, sepse edhe pse juve jeni pak të ndërlikuar në fakt në lidhje me punën tuaj, jo për arsye të padienis, por jeni në dieni për zhvilluar gjëra të rëndësishme në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por ju të shenjës së demit duket se kjo periudhë, kjo kohë, është e juaja dhe mundësitë që juve keni ose ju vijnë nga gjitha anët për arsye të ekonomisë, për arsye të vazhdimësisë, se jeni shumë korrekt me atë çka bëni, jeni shumë korrekt me atë çka doni. Dhe ana pozitive, ekonomike, financiare, të shenjës së demit kanë të gjitha mundësitë e tyre për zgjidhur problemin e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me karrierën, lidhen me vendimet që marrin, me vendime shumë të mira. Dhe kjo mirë është që të lihet të rrjedhë vetë, domethënë, sepse ditë e diel përgatitet për javën, përgatitet për gjëra se java ka disa çështje të përgjithshme mirë janë, por jo se ka diçka shqetësuese, por periudha do që juve t'jeni korrekt në atë çka bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me virgjëresh është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, meqense binjakët tani e tutje, nisi një rrugtim të ri drejt së njohurës dhe të kuptimit të jetës së tyre. Është një moment që vërtet ky moment është momenti më i duhuri, mund ta thosha me bindje të plot dhe më kuptim plot në atë çka doni të bëni, sepse është një periudhë ku tani e tutje gjërat vinë drejt një suksesi dhe garanci në atë që bëni,
primi arsye të ekonomisë, të ndryshimeve, të takimeve, të bisedimeve me persona të tretë dhe është një moment që vërtet juve e keni mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike. Një nga mundësitë më të arta që do thotë ekonomia, do thotë një vendim që mund ta merrni, një vendim shumë të rëndësishëm tani e tutje. Kjo do thotë në biznes ose në çështjet e karrierës ose lidhje me punë të reja. Por gjithsesi, rëndësi ka që ju jeni me fat, e keni mundësitë për zgjidhje çështje problematike. Por në çështje shpirtërore, shenjat që kanë bëjnë me ndikim më të madh janë me shigjetarët dhe me ujorët, sepse binjakët gjithmonë dinë çfarë bëjnë. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa i përket gaforeve, meqenëse gaforet tani në këto momente që neve po flasim, ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë më organizative, do të thosh, sepse organizimi që bëni, mundësi që ju jepen periudha kur ndodhin fenomenet, është koha më e mirë e mundshme, sepse pikërisht në këtë ditë të diel juve keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe kjo është mundësia, kjo është koha dhe momenti i duhur në lidhje me vendosmërinë, me takime, me bisedime, me kohën dhe momentin e duhur, se jeni shumë emocional. Dhe kjo do të thotë në anën tjetër, jo se keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk rregullohen ose nuk stabilizohen. Unë do të thosha stabilizimi është ai që i bën të ndjeni mirë, stabilizimi është ai që juve keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Britsjap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë dashur, nëse jeni në prag të një pune për të zgjedhur një punë tjetër nga ajo punë tjetër dhe nuk ju pëlqen atje ku jeni, përsëri keni probleme me punën e re, atëherë është koha për të ndryshuar. Është koha për të arritur qëllimin tuaj. Është koha e mënyrës dhe mundësisë që ju keni, sepse është një moment shumë i mirë tani në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep, të diçit parë është perfekte, por një kombinim mes punës dhe karrierës, mes ndryshimit dhe vendimit, është ana më pozitive që ndonjëherë. Ana e dashurisë, në lidhje me një ndarje që keni pasur me dash, e rregulloni me ujor. Është momenti nëse juve jeni në dieni për gjërat që doni të bëni, është kohë juaj dhe momenti më mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshave, meqenëse virgjëresha tani në këtë periudhë është një moment mjaft pozitiv, edhe pse me probleme, edhe pse me gjëra që vështirë ngadonjëherë të zgjidhen, por çdo problem ka zgjidhjen e vet. Ka zgjidhjen e vet në ekonomi, ka zgjidhjen e vet në dashuri, ka zgjidhjen e vet në vendimarrje të gjërave të reja. Është koha për përcaktuar ose kohë afatgjatë në ekonomi, dhe disa gjëra të tjera që do të kenë ndryshimin e madh në fushat të ekonomisë të stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash dhe me Dem të diçit parë është perfekte, një vëmendje të shtuar do bëni me ujor të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket shenjës së peshores, duket se kjo periudhë është periudha vërtet pozitive, është korrekte nga ana juaj, për sa i përket ekonomisë dhe disa ndryshime të papritura që do ndodhin për juve të shenjës së peshores, sepse lidhet me anën ekonomike, lidhet dhe me një takim që do të keni juve. Dhe ky është takimi vendimtar në anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit tetë është perfekta, por një problem i vogël, shikojeni pak, mos u nxitoni në vendimet dhe ndryshimet që do të keni, sepse ka të bëjnë me anën ekonomike dhe me financat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Meqenëse akrepët jo se vënë vendyshim punën e tyre ose disa persona të tretë që mund të flasin ose mund të bisedohet, por unë ju them që është koha juaj, momenti juaj për bisedime, për çështjet e ndikimit të madh financiar, ekonomik, mundësi që lidhet me vazhdimsinë e punës suaj dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit tetë është perfekta. Ujor të diçit tetë është ideale, sepse zgjidhni mjaft probleme të lëna pezull ju. Edhe keni mundësinë, kjo është diçka mjaft ideale në vazhdimsi. Lidhjet që kanë bënë me binjak pa kujdes, kurse me dash është ideale, por me ujor është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët dhe ku shigjetarët përcjellin ose lidhen shumë me ekonominë,
ka diçka shumë të madhe mes jush. Periudha, koha, mundësia dhe momenti është periudha më mirë e mundshme në ekonomi, në lidhje me dashurinë, lidhje me udhëtimet sidomos se keni mundësinë shumë të mirë të mundshme. Vazhdimësia, korrektësia në të gjitha anët është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë shenja e bricavëve. Për sa përket bricavëve duket se kanë disa mundësi të arta tani, ndikojnë pozitivisht në këtë ditë kaq të rëndësishme të datës 29, ku disa probleme që kanë pasur para disa kohëve i zgjidhin pikërisht ditën e sotme në para dite, një kafe me persona të rëndësishëm, me jashtë ka të bëjnë kjo, lidhet shumë me jashtë edhe me disa persona të tretë, që është mundësia dhe momenti i duhur mbi zgjidhjen e problematikave, dhe disa ndryshime që do të keni tani tutje tjetër, ndryshime korrektësie më shumë, dhe stabilizimi i jetës. Në anën tjetër keni disa mundësi të arta, disa gjëra që vërtet tani e tutje është koha juaj dhe momenti i duhur në çështjet e duhura të financave, të biznesit dhe të anës financiare. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me takime, bisedime, punë, vazhdimsi, korrektësi, shumë korrektësi, është koha juaj dhe momenti më i artë i që ndonjëherë, sepse bricapet gjithmonë janë një hapar se çfarë bëhet, gjithmonë dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë, sepse tani është koha e tyre dhe kjo mund të jetë një mundësi shumë e mirë për sa përket punës, por pak vëmendje do të bëni në një ndryshim pune që mund të flitet nga java, po ditë e sotme ditë bisedimes, ditë e diel, ditë pushimi, po për juve nuk është pushim se juve dini çfarë do të bëni, por në çështje shpirtërore lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me virgjëresh është Italia. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë momentin dhe mundësinë e artë në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me stabilizimin, kanë të bëjnë me kuptimin e jetës, sepse disa gjëra mund edhe të ndryshojnë në anën e tyre, por mund të kuptojnë mënyrën dhe mundësinë e artë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që vinë. Mirë po, këto ndryshimet janë ndryshime, nuk janë ndryshime rutinë, janë ndryshime stabilizimi dhe çështjet korrekte që keni me persona të tretë. Dhe kjo është një moment shumë i mirë tani në këtë periudhë, sepse është periudha e punës, periudha e stabilizimit dhe e gjërave të mëdha që do të vinë. Në çështje shpirtërore, edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse keni vuajtur shumë në anët të juaja, por ajo që do të shikoni vetë ju, që ka të bëjnë me një farë mënyre me komunikimin, baza, është forca juaj, ka të bëjnë shumë. Ujor peshore, ujor luan, ujor dem njerë nuk e diskutojnë, nuk e vetë dyshim për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse është një çështje karriere që lidhet direkt me juve. Nga java, nga mesi javës e tutje do shikoni ndryshime juve, sepse bisedimi që bëhen tani, një ecuri të mirë në ato që e prisni dhe kërkoni, por gjithsesi është momenti juaj. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me akrep dhe me gafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për sa përket shenjës së peshqive, meqenëse peshqit tani e tutje gjithmonë dinë çfarë bëjnë dhe janë kërkues të vetvetes së tyre, por peshqit nga njëra anë mundohen shumë që të bëjnë zgjidhjen e duhur dhe mos i bijnë qafë njeriu. I kanë rënë qafë peshqive në fakt, por kjo javë është java e guximit dhe e ndryshimit të madh që keni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Meqense në lidhje me biznesin do thosha unë, keni çështjet finale që bëhet me punën tuaj, bëhet me karrierën tuaj, bëhet me disa ndryshime që vërtet janë mjaft pozitive, janë lidhje me karrierën tuaj, lidhje me anën ekonomike financiare, me anën ekonomike financiare një sidomos është në momenti juaj dhe koha më e mirë e që ndonjëherë. Në çështje që lidhet me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht e 10 diqit parë, me binjak të 10 diqit që është perfektja, nuk e vëndëshin, nuk e diskutoj, por dhe me shigjetar. Me shigjetar sidomos është dhe koha mjaft e mirë, sepse nëse keni pasur probleme ose nuk i keni zgjidhur akoma, ashtu vjen momenti i bashkimit dhe i rregullimit tuaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 29 mars 2026, ditë e diel. Para se të ndajmë bashkë, unë në kujtoj edhe njerë,
për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diaspor, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithë çka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria. Aty siç shkoni ajo, klikoni edhe atë foton që shkoni me kartë aty, e klikoni dhe ajo ju jep udhëzimin e përkatëse, që të shkoni tek sekretaria. Aty pastaj mund të bëni pagesën dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, në pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas, duke e klikuar, duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje. Në një rrotulla, ju uroj më të mirë dhe mushme. Gjithë mirat.